Prokuroria Speciale e Republikës së Kosovës në bashkëpunim të ngushtë me Policinë e Kosovës dhe Europolin ka goditur një rrjet organizuar të piraterisë televizive në kuadër të një operacioni të gjerë ndërkombëtar kundër krimit kibernetik dhe shkeljes së drejtave të autorit. Sipas njoftimit zyrtar, më 22 janar në udhëheqjen e Prokurorisë Speciale të Kosovës, Policia e Kosovës ka zhvilluar një operacion policor të koordinuar me qëllim verifikimin, identifikimin dhe sekuestrimin e provave materiale që lidhen me aktivitetet e palishme të transmetimeve televizive pirate. Ky operacion është pjesë e një hetimi të përbashkët ndërkombëtar i koordinuar nga Europoli në bashkëpunim me Prokurorinë Distriktuale të Republikës së Katanias, Itali, duke sinjalizuar shtrirje ndërkufitare të këtij rrjeti kriminal. Burimet zyrtare bëjnë me dije se të dyshuarit kanë ofruar shërbime të palishme transmetimi duke shpërndar përmbajtje televizive pa të drejta ligjore përmes platformave digjitale dhe sistemeve të koduara, duke u shkaktuar dëme të mëdha financiare operatorëve ligjor dhe tregut mediatik. Gjatë operacionit janë kryer bastisje në disa lokacione ku janë sekuestruar pajisje elektronike, servera, detektor, kompjuter, dokumentacion teknik dhe prova të tjera digjitale, të cilat do të nështrohen analizave të mëtejshme